Ndodhemi tek gjykata e Hagës, pra aty ku jemi duke përcjell minutë pas minute të gjitha zhvillimet që kanë të bëjnë me gjyqin e nisur në ngarkim të ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, që ka nisur nga ora 9 e mëngjesit, ndërsa pritet të vazhdojë deri rreth orës 16:30 të pasdites, por duhet kuptuar dhe duhet sqaruar që transmetimi publik dhe televiziv i asaj se çfarë kanë deklaruar fillimisht avokatët dhe çfarë do të deklarojnë më pas ish-krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, bëhet me 45 minuta me vonesë. Deri në këtë momente pati një seancë e cila ishte relativisht e qetë, ndërsa palët kanë dhënë pretendimet e tyre. Fillimisht ishte gjykatësi Charles Smith, i cili ka njoftuar të gjithë rendin e ditës, ashtu siç ndodh në çdo seancë tjetër gjyqësore, ku ka deklaruar se pushimi i drekës do të jetë diku rreth orës 13 dhe kur thuhet pushimi i drekës bëhet fjalë për një pushim i cili është relativisht më i gjatë, pra që shkon diku tek 40 apo 50 minuta, ndërsa më pas do të flasin ish-krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilët do të kenë hapësirën e tyre në dispozicion, ndërsa gjykatësi Charles Smith ka deklaruar se ata do të flasin të gjithë në të njëjtën kohë në mënyrë që gjithë vëmendja të jetë e përqendruar tek ata.